Lufta në Iran ende nuk ka asnjë ndikim në tregun dhe ekonominë e Maqedonisë së Veriut, kështu thot Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi, i cili i siguron qytetarët se në rast se do të jepen efektet e kësaj lufte në ekonominë e vendit tonë, Ministria që ai udhëheq por edhe Qeveria e Maqedonisë së Veriut do të marrin masa konkrete dhe transparente në mbrojtje të interesit të qytetarëve. Durmishi thot se të gjithë funksionarët qeveritar me vëmendje të lartë po i ndjekin të gjitha zhvillimet gjeopolitike në rajon dhe më gjerë. Për momentin ende është herët të thuat që do të ketë një ndikim të tillë, presim çdo ditë monitorojmë tregun në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës dhe kompetencës që i kemi, punojmë që monitorojmë çdo ditë tregun dhe punojmë që të kemi ekonomi të sigurt, të kemi treg stabil, të mbrojmë të drejtat e punëtorëve dhe të ndihmojmë ndërmarrjet. Tani për tani gjendja është stabile, do të presim në ditët në vazhdim se çfarë mund pasojë të ketë, domethënë situata e krijuar në lindje dhe normalisht si qeveri dhe si ministri do të marrim menjëherë vendime, do të reagojmë menjëherë nëse do të paraqiten pasoja të tilla krize ekonomike. Vendimet do të jenë transparente dhe do të jenë të qasshme për të gjithë qytetarët dhe për ju. Edhe nga Ministria e Energjetikës, Minierave dhe Lëndëve Minerale njoftuan se rezervat shtetërore të naftës janë të qëndrueshme dhe është siguruar një fluks i sigurt dhe importi derivateve nga disa burime dhe vende të ndryshme. Nga atje theksojnë se Agjencia për Rezervat e Detyrueshme monitoron vazhdimisht dhe mirëmban rezervat shtetërore të naftës dhe derivateve, duke garantuar siguri në furnizim, stabilitet të tregut dhe gatishmëri për reagim të menjëhershëm në rast të ndonjë ndërprerjeje apo importit në furnizim. Nga ana tjetër, njohësi i mirë i çështjeve ekonomike, akademiku Abdulmenaf Bexheti tha televizionit Koha se pas luftës në Iran, si dhe problemet në kanalin e Hormuzit, rritja e çmimeve të derivateve të naftës është e pashmangshme. Sipas tij, shtrejtimi i naftës më pas shkakton efekt zinxhiror duke shtrenjtuar çdo gjë tjetër. Ndikimi ekonomik jo vetëm në rastin e Maqedonisë, por ne tash ta fokusojmë në këtë segment tek ne, do të jetë shumë i lartë, posaçërisht kur punohet për aspektin e një produkti strategjik, siç është nafta dhe derivatet e naftës, i cili në një mënyrë apo tjetër si bazë energjetike e bilancit energjetik të vendit pothuajse merr pjesë në të gjitha aktivitetet dhe krijimin e zinxhirit të çmimeve. Ashtu që vetvetiu reduktimi eventualisht i prodhimit, se siç e dini kapaciteti prodhues i Iranit vetëm është diku rreth 20 milion barel prodhim ditor, dhe nëse kësaj do të shtohet edhe prodhimet e Arabisë Saudite dhe vendeve të Golfit, e që rrezikojnë kjo edhe randon më tepër edhe ngushtica e kanalit të Hormuzit, janë dy komponente që në një mënyrë apo tjetër drejt për drejt do ndikojnë në rritjen e çmimit të naftës dhe derivateve të naftës, dhe kjo mandej implikon rritjen e çmimeve të gjitha produkteve tjera. Megjithse situata aktuale paraqitet e qëndrueshme, zhvillimet ndërkombëtare mbeten faktori paparashikueshëm për ekonominë vendase. Qëndrueshmëria do të varet nga kozjatja e krizës dhe lëvizjet në tregjet globale, ndërsa institucionet dhe ekspertët mbeten në pritje të efekteve të mundshme në periudhën në vijim.